Fjalimi vjetor i presidentes Gordana Siljanovska-Davkova para deputetëve ka nxitur reagimin e deputetëve dhe të partive politike. Në reagimin e tij pas fjalimit të presidentes, kreu i lidhjes social-demokrate Venko Filipçe ka deklaruar se presidentja zgjodhi të arreshtohet pas qëndrimeve të shumicës parlamentare për bllokim të procesit evropian e jo të shumicës së qytetarëve që duan integrimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian. Se potvrdua dhe ka ova vlada. U konfirmua edhe njëherë se kjo qeveri dhe sot presidentja me mbështetjen e saj po e çojnë Maqedoninë në izolim, se rruga europiane për ne është tashmë e përfunduar, nuk do të ketë kurrë reforme dhe do të vijojë një krizë e madhe. Më vjen keq që presidentja nuk u rreshtua krah shumicës së qytetarëve, të cilët duan që shteti të përfundojë procesin e integrimit. Për dallim nga Filipçe, në një vim me fjalët e presidentes u rreshtuan deputetët e shumicës VMRO-DPMNE, deputeti Antonio Miloshovski ka deklaruar se presidentja është krah qytetarëve dhe me qëndrimet e saj mbron interesat e shtetit. Ono što je važno da se napomene. Është me rëndësi të thuhet se qëndrimi i saj principial është i ngjashëm me mendimin e shumicës së qytetarëve në vendin tonë. Përcaktimi ynë është integrimi evropian dhe në këtë aspekt nuk kemi asnjë hamendje për këtë. Por, në të njëjtën kohë, me imponim të çështjeve bilaterale jashtë kriterëve të Kopenhagës, vihet në pikpyetje siguria e rrugës deri tek qëllimi. Kundër presidentes doli edhe Rina Hajdari, e cila në rolin e koordinatorës së grupit parlamentar të Frontit Evropian tha se Davkova foli sikur të ishte deputete dhe jo si presidente, shtoi se qëndrimet e saj janë të njëjta me të VMRO-DPMNE-s. Presidentja e shtetit foli sikur të ishte deputete nga mandati i kaluar dhe jo si një presidente e shtetit e cila duhet të përfaqësojë të gjithë qytetarët pa dallim. Presidentja fliste për disa forca të treta, të cilat ndikojnë në prishjen e rendit dhe sigurisë Maqedonisë së Veriut dhe nuk e qartësoi se për cilat forca e kishte fjalën. Përmbajtja e fjalimit të kryetares së shtetit ishte në vijim me politikën e partisë e cila është në pushtet. Si të dobët dhe jo përmbajtësor fjalimin e presidentes e cilësuan edhe nga Levica, Amar Mecinovic tha se presidentja foli për gjithçka, por jo për ajrin e ndotur, për fajt të së cilit së murën e vdesin një numër i madh i qytetarëve. Ngrihet alarm për ndryshime klimatike dhe rreziqe planetare, por mbizotron heshtja për Shkupin, Tetovën, Kumanovën, Manastirin dhe qytete tjera në për të cilët vdesin njerëzit tanë. Çfarë presidenti është ai president që injoron shkatërimin material dhe fizik të Maqedonisë dhe shkatërimin e lumenjve, natyrës, maleve, po dhe në fund edhe të njerëzve që përbëjnë këtë shtet. Ndonse opozita e kritikoi, në mbështetje të presidentes dhe qëndrimeve të saj doli edhe partia tjetër e shumicës parlamentare ZNAM, ndërkaq deputet të Vlenit nuk e komentuan fjalimin e presidentes.